Ti na shtaj fitoni 100.000 euro, po gazeta ty kur s'ka më thonë, Ludo, Labi fitoi. Në moment që gazeta nuk është e sigurt për një lajm, ajo gjithmonë të thojë ne dyshojmë ose jep doni thojza diçka që kanë thonë kena po mendim, ama nuk thotë që ty aludon që e vërtet është kjo. Ama ti e tu thonë, që më thotë ti mu, pranoje se del mirë të shqiptarë. Jo, ma mirë, kish do mendim jam, po njom ta kish me dije. Nëse do e kishte vërtet djalin e vet. A e budolti. Sigurisht që do të dilte më mirë, po ta pranon. A di pse? I kisha apru, i kisha po shqiptar. A jeti dakord se gazetat janë ruhen shumë se shka të shkruajnë edhe të dyshime. Jo. Po thosh, nëse të Zvicër janë shumë, Gazeta, jo gjitha, ka shumë serioze. Në ta qenë Zvicra janë. Normal marti. Shumë serioze, po ka pasaj portale që... Për post bigut nuk dëgjon kërkush televizion nuk dëgjon kërkush o për post bigut. Në ta qenë gazeta Zvicër dyshojmë se Ludo ka një fëmijë me ata. Po Zvicër do me bo 2 milion e kisha. 1 milion, 1.000 vjeç ka pas luftë. A di çfarë shtet është Zvicra? Tush me krahasu Zvicrën na sapo kemi dalë për luftës. Sa po kemi dalë për komunizmin. As mund shkrim ju gjut edhe gazeta se kanë po mund të gjut këtu derisa të gjykata 5 vjet. Që këtu te ne nuk ka gazeta letër. Këtu janë gjitha portale online. Portalet online gjithmonë i ke me çfarë quhet këto? IP që e ka jashtë kufijve dhe ti se kap dot fare. Po pse janë budallën ata që shkruajnë çauteket? Aty me dalë për shembull ai që po themi, po e marrin mirë që ai nuk e ka fëmijën e vet. Vetëm ato që kanë shkruar ai fiton nuk di sa lekë. 2 milion, 3 milion. Sa dush. Po s'ka ku si kap do. Me që lajm tonë këta kanë bë bumb gazetat, lyt janë. E po ti për shkak, unë kam bë bumb kur kam bë aksidenti që ta tregova. 24 orë janë marrë me mua, se kam shkruajt fjalë të djalit tem kur e kam pa që është gjallë. Administrator, se unë nuk jam i sotit karrierë, unë jam 25 vjet o burr. Po mirë kanë me këtë bëhet gabimi, më thonë jam më mirë më thonë po për gabim po na sa. Është normal. Jo që të rastin tam, çdo sen. Na njerëz janë për mua. Unë kam një rast. Ai klitoni ka bë gabim. Unë kam një rast, po ti s'do më ta kënaqësh zemrën ty edhe shikuesve. Kur jam për la me gruajen, do të kam shkruaj dikush, do të kam pi kafe me dikon, unë kam një rast. Ama unë kam një rast. Kur jam për la me gruajen time, për shembull, kam dalë me shoqet, gruaja u nervozu, kam bë foto, kam kujtu gazete kanë shenu, ki ka dalë me të dashur, o unë kam dalë me fonca, me shoqëni, kanë qenë 2-3 fshek aty. A din unë kam që si raste, a din për gazeta. Ama ky rast ti që po thu, ti po më thu, shko pranoje se i ki vran njerin. Qofse unë thash unë ç'e kisha bë. Pa vran njerin. Po të rregull? Unë të kam thonë, edhe unë dyshoj dena test. Dena tas na fsheta shkollën. Mos më përzin zotë dhe jam në lojë se po dalë shumë keq. Ani të? Zot po të bëj bej. Ti deri djem ke. S'ka logjike më ta pranuan. Ani po ç'është lidha atë për për me dal mirë te publiku shko bën atë. U kry. Çfarë ka thonë? Edhe shumë mirë, çe zoti kur don, unë 100.000 euro fitoj. Ish dal një dollar rasti na ulën e ti nesër kështu. Për këto, për kafe asaj. Ku ka dollar rasti na ulën e ti ku shtrimi ka prezant, kam thonë lap me mgu mu, ma një banë dene test edhe ka këtu dyshime. Ama ti si ti më thonë besoj ty? Jo skur. Besoj atë rasti, s'u çama çat budall. Ka shumë dyshime, ka shumë sane se s'ka. Po ti mos më pas dyshime si shellon 100.000 euro. Ti ke, edhe unë mos më kon sigurt që ato dhe shtëpia, se edhe shtëpia 1 milion është. Unë jam i sigurt. Po jaran. Nuk është pak para ajo. 1 milion të më punon në 10 vjet. Po e diti që duke qenë se je i njëjti gjak ka shumë mundësi që ADN-ja dali sikur je babai? Jo, s'dale. Ja, s'ka shans. Si s'ka shans? Ja, s'ka shans. Ka shans. Ja. Në kjo temë intereson shqiptarëve shumë, s'kan më të nal. Që kjo temë intereson shqiptarëve shumë se jep fytyrë publike. Haroje. Çre, ja. Ka ore. Ja. Do të mua. Jo. Edhe ai nuk është kushërini bashkë jam, është shumë larg. Sepse jo, pa larg kushërini, am na thirrimi për vdekje për darsma. Amo këtu na hyki, shumë larg kushëri. Tani ti te kushëri largët. Më shkruaj po foto këy. Po, domethën aty që shoni ti zo kushërit vërtet. Kushërit vërtet i zo deri domethën babgjysh jam. Çe ke ti këtë djalin? Ne thirrimi Rexha është Biamër, po na jemi fisi shumë i madh, domethën Biamra Rexha Ravec. Mund me qenë jo 2000 familje. Tash 2000 familje Rexha. E ti mu mirë eksakt me një sekond. Tash, ku kemi qenë kjo mahalla, që kemi qenë na mahalla, na nuk kemi da. Edhe me ata kemi bet për darsma, për... Qaj ke këtë tipin? Shmeton, familja Rexha, ama unë besoj, unë mendoj që stërgjyshi im edhe stërgjyshi tyre janë djemë të agjës. Djemë të gjagjajt, shumë lartë, më thonë. Po e kemi kushëri. Ua? Qëre ku i kemi shpi? Që po ta tërgoj ku i kemi shpi? Që tu kam une, për mi me e një...
Një 300 metra ka shpjena. Që kamera jo drejtu, hajde fal. Ka shpjen ky, 3 vllaznia, babës ti. 3 vllaznia janë Bela. Do fut në një histori Kalamoni. Pa lidhje. Për klikime kanë bë këto. Për klikime që unë e kom fol për UÇK, për këto këtu, edhe këto e kanë bë, unë ta dërgoj. Një me mbi emrin Rexha sa skushërisë paske. Jo, thirremi darsëm dhe vdekje. Për vdekje, për darsëm do të më. Pa duhet më kon aty se kabile, më fal, kabile, ç'e thoni ju? Kabile, për vdekje darsëm, më vdek dikush më ata herë të parë do të më ardh. Ama nuk e kemi shumë të afër, domethënë që jemi kushërit parë. Po gjyshët tanë kanë qenë çuna xhaja, e kupton ti çfarë do të thënë sa Ama në komunën teme, komunën teme, edhe komunën tina na ala thirrmi. Thirrmi se ka mbet. Tash, do shta fëmijët e mi nuk e thirrin më. Le pse ti më mirë me xhanu. E tash po ta tregoj edhe një herë, se 10 herë kam thënë. Ajo, tash unë jam Rexha, jam këngëtar. Jam i vetë Miravës që jam këngëtar, Rexha. Okej? Edhe e u lavdu, kushërini jam, po kënona, knena, që kjo është kushërini jam, kur ka shku në për muzikë, këngët e mija, për shumë misë në Saint-Tropez është kënga bulgare, që është unë e kom marrë drejt autoriale, me këndu, edhe tani kom kënu dhe mare, është ani zemra jeme, romune është ajo kënga, më thonë kom këndu shumë këngët romune, kom marrë drejt autoriale, edhe kjo i ka lishu, non stop, ku ka shku aty, në përbrami, u lavdu. E momenti që nda ajo kërret, ajo personi, kjo ka i në Facebookin e tina edhe ka këtë Rexha që janë koni ka shkujt. S'po më lambrojt, qyre pëfolni me ato se djali, po metet keq, jam shtatzane, nuk kam as pares të në knena. Edhe na kena ndimu, jo vetëm une, po dhe familja ati djalit. Po të si thorë me një qinojnë? Pa në regullë të? Ta shkanë keq përdor. I kanë shfridzu të që të do me në plasë zemran. I kanë shfridzu media, bravo i kopt. Edhe ti përgatitu me 100.000 se kemi up. Oke, amo ndimja o jo të koni 100 për që të kalipa jo ti, po? Po ku e mori vesh media? Fal? Ku e mori vesh media? Po, dëgjo, kur unë kom folë këtu, unë besoj një këngëtari i Shqipënisë e ka bo, që ka qenë pik diku. Unë ja kom qitë diçka atina që është real, që janë real, edhe ma ka këthy. Këngëtari Shqipënisë. Po, që ka qenë pik. Këtu? Ja, Shqipëri. E labi ku ka lidzu pratë? Një shoku jam është. E labi ku ka këpor këtë lajmë? Së për i mes ka po, kur kun pa hiun s'ka. Pa jo me tani... Kujdes mikrofonin. Aga regull është. U besoj që aje me ma këthy, një me një. Por, une kom folë real aje që ka qenë. A jamja nuk është. Nuk është se unë jam shumë i bindur, a di pse unë jam i bindur. Sepse nuk e kam bërë. Kisha bërë, jam i kisha qenë, vëlla, nuk e lo marrë fëmita me morit në dur të tjetër kujna, kurse si iqë. Nëse tjetër kujna është nëna vetë, tjetër kujna, thë. Vëlla, i kisha marrë fëmijen. Sepse ajo... Ti kishe marrë fëmijen? Ajo, dhe më thënë, sa erë ka kajtë, më thënë, jo vetëm të une, po të familjarët e tanë, nuk kam pare, do shta kanë me marrë fëmijen, ju lutem foli me veselin e ta pranon, spakun e ta pranon, ose nëse nuk i beson që është atin e ta bon ADN, ajde në të vjenën me bo ADN. Ka thënë, a kupton ajo? Po na i kena lutë në stop, po aje se pranoj ke bebur, se pranoj ke se është budala. 7 euro feju, 7 euro nda. Edhe une ku kap të drejt me përmend emrin e ti, pa qenë i sigurt. Unë jam shumë garant që edhe ai ka dalë, edhe media kanë kërku ato. Unë jam shumë garant që kjo u shqirtu jashtë. Po fati mirë kur do njeri me fitu 100.000 euro. Bravo, qof. Edhe kjo është fati jam. Okej. Po edhe besoj që ti... Nuk besoj se është jetësu jashtë, edhe kur erdhi Nita me Aurorën, prape përmëndë. Po nuk kam pas lajm tjetër. Edhe unë ku e besoj ti hyki se si karë mas një dronë për shokëve të afër shka i ka. Si kjo e njërë që 30 vjetë ka nga tarë. Po jemë shok të afër, shlide kam, se do ndikoj që... Shok të afër në të majnë mu loj... Se thëjki ti s'ke thonë, kur s'ka në marrë dronë? Kjo thëjki non-stop, ku ka marrë javën e parë, thëjki vëq priti tash të dronë, ku du vi pi stresi, pi ati, pi këti, pi ti. Po nuk kanë ardhë. Stresi ka të lashit e veta. E di qëfar të lashit ka. Kjo s'ka thonë. E vda që edhe tërë për më thot, tash e amar për të përdori. Qa ka lidhe të është drona me këto? Po sepse në rast tonë pi qatë lajmë se ka ardhen... Por me DiCaprio nuk kom po foto. Nuk jam i njohur sa jeti. Jo ti njohur 10 herë më për të shqiptaria ty njohur 20 herë më shumë se unë. Mos u ka njohur shqiptaria. Po, ama respekton atë... Shumë. Për herë ta kam respektuar gjithmonë. Zonin e gjithmonë. Ama respekton edhe mendimin këto që kam unë edhe që ke ti. Mendimin po, të që ky rast s'puth. Po në rregull dhe pra, nuk kam met edhe shumë edhe 25 dita, sa kam met? Që bot, shumë le rregull. Unë me mzi pres përgatitu konto se nuk të lorat. Mos tanin. Pasha zot nuk lorat.
Ti marrë qovë me mlorat. A more real du të më kanë. S'po kuptonë Do të thonë këtë bashkë. Unë kom i thirr media se unë për babën kur kom gjetë njeri kush e ka marrë babën tem. Serbi, unë kom thirr këtë media. Bravo. Unë nuk kam fol pa media. Edhe kur nuk foli pa në shkrim, unë nuk besoj ty. Unë besoj vetëm letrave, dokumentave. Po tash advokati ta ban sot. Pas po kupton. Unë i besoj vetëm çajin aty që s'kërkova çto. Domethënë, unë besoj advokata. Unë besoj vetëm letrave. Ka advokata jashtë Kosovë, kosa tu. Jo, më vjen këtu ai. Vjen tu. Në lomën e surprizave, ku dal me jashtë, o shok. Bigo smirët me nisan çka na lidhën me ti këto. Ku dal me jashtë kërë ty të advokat? Po. A gëre e qika marrë për me voqit test? Po ka obligim se nëse ju unë du të me patit ato. Se ajo, nëse nuk është qaru me video, me tregu kretë realitetin, unë du të me patit ato edhe shumë keq. Se këtë karjerën mund më aprish. Edhe kjo, a kupton? Unë e ka obligim, unë besoj që shukët e mi vetëm kanë shku e kanë po këtë punë. Okej, dhe shumë. Ribej tu ku përshun? Shova është hapur. Të ku ki mirë, të rrugë, anë mirë, edhe për ty mirë. Unë që mirë i hupi me gjithë qef qëtë rast. Kam po t'i shka mirë. Për shka ki po mirë? Se ke të rrgu se e ki kalëzu kontra edhe kam të rënë në gabim. Edhe fund ki me kërku falja, po? Falja normal, falja jo, paret e ma shumë si falja për ty. Ja, edhe falja ke me kërku, se është njerëzore me kërku dhe falja. Më falë që kom pas atë mendim edhe që kam dishu. Se konkretisht ti po më bjen presion që unë me pranu pa bërë diçka. Jetë më thënë që dhe tërë, 20 tërë për djeshtë. Unë i thash, ndryshe kisha po une. Po mirë pra i kishe bërë ndryshe nëse ai do e kishe kalamon e vetë. A e ti polisti e tusë që me më dhënë ti presion me pranu diçka. A i po këmbush se ka kalamon e vetë. Që mire la... Edhe pse në gjane që. Falë? Edhe pse në gjane që. Jo, me qëfartë. A ti shko ma forta. Jo, unë kamerakun. Unë kamerakun vetëm që nëse keni lidhje gjaku, a dënëja mund dali që... Ja, mund me dalë 2%, 3%, edhe ta estemi ka dalë ashtu që e ka tratu gruja. Po të kam tërgu rasin, apo? Gruja vetë që e ka tratu edhe djali ka dali shokut vetë. Kam tërgu, në kujnë e kom tërgu këtu. Sa rasin? Ja, di shoku, unë po të them, ti ke lidhje gjaku. Pa nuk i besoj se... Jo, këta largë është. Largë, jetë po prap lidhje gjaku. Se besoj. E që ato të dua, mund të dali pozitiv. E pëse të ka shku të dua. Pa du të me ledzu kretë mesajë edhe me ardhë. Më falë. Një shpi ma ke premtu? Po, jo, pa tjetër. E të dua se ja ke shkrua ja? Si? Të dua. Are kjo 10 mjërë. Jo, dëgjo. E qësorin një shpi këtu 10 mjërë. Dëgjo. Sa i të janë një? Problemi është që... Sa i këtë? është problemi im, unë i kumë garantu 2, po është problemi im sa ja. Oke, të dua. A të kumë garantu 2 edhe 2 Po se ti e ke dhënë një shpi? A mo dalë këtë borç? Në atë shpi ti ki mu mirë me ta. Unë fulla kamera, s'ki me marrë me borç, me noter, me kretë, as borç, as kogjo me qesa dorë, dhe të shpi e ke.